Mëngjes të dashur miq. Sot thash ta flasim një gjë që është sikur një krim që po gryen shoqërinë shqiptare, një gjë të cilën prej armiqve tanë me gjitha mundësitë që kanë janë ka munduar të na ngulin të na ngulin rrajet tona e që të krijojnë urrejtje të shqiptarët për njëri tjetrin. Pra, ne me fuqitë e mëdha, me Europën, Amerikën, arritëm të çlirojmë edhe pjesë Shqipërisë, Kosovën, arritëm demokracinë Shqipërinë vitet 90-ta, arritëm shumë gjëna që ishin të nevojshëm për popullin shqiptar e për shoqërinë shqiptare. Por çka po ndodh? Çka po ndodh e si ndodhi deri tani? Armiqtë tanë tegër në terrorin e tyre, në mendjepredsinë e tyre shumë tegër, edhe me një larg pamësi shumë të madhe, armiqtë tanë gjithmonë kanë punuar për me na fut në grindje me njëri tjetrin. Ne u vram në luftra, ne u vram në luftë Kosovës, ne u vram në për të fituar demokracinë në Shqipëri, ne u vram në luftën e Maqedonisë. Të gjitha këto u bën për bashkimin kombëtar, për çlirimin e Shqipërisë dhe trojet e saj. Po çka po ndodh? Ne filluam ta vrasim pas lufte edhe njëri tjetrin. Ne filluam të ta quajmë njëri tjetrin armiq. Me falje shok, vëllezër, miq, njeksa të këtij programit të Kronikës të Lypanit. Si ka mundësi që t'jenë armik një që është hero, ose ka mundësi një hero të jetë armik? Pra, ne marrum luftën e filluam vrasjet. Fituam demokracinë e filluam vrasjet. Këto nuk janë as pak normale për një popull si na, një popull të vogël, një popull i ridas, një popull që don liri dhe demokraci. Pra, shikoni, kjo është një krim që po gryen në gjakun e popullit shqiptar. Pra, kjo është një dorë e zgjatur e hazmit ton, Serbisë, e Greqisë, e Bullgarisë, për të na lënë të ndarë, për të na lënë të paditur, për të na lënë në siç na lënë 500 vjet në kohën e Skënderbeut, e deri pas vdekjes së Skënderbeut deri në çlirimin në pavarësinë e Shqipërisë që e fituan rlindësit tanë me të madhin Ismail Qemali e Isa Boletini. Pra, e Hasan Prishtina e tjerë, se s'po i përmendit gjithë, se të gjithë i njohim herojt tanë. Pra, armiqtë tanë shtrin duart e veta për të bën vllavrasje popullit shqiptar mes veti. Këtë duhet ta stopojmë. Këtë gjë duhet ta stopojmë. Pse je albinist e nuk je thasisht, nuk je armik me vllaun tën. Pse je ramist e nuk je berist, nuk je armik me vllaun tën. Prandaj, leni vrasjet, leni problemet, leni sharjet politike, të shajnë vetëm ata që e njekin politike. Na populli të vazhdojmë të ndërtojmë vendin tonë, të ndërtojmë Shqipërinë tonë të madhe, të bashkohemi, të flasim për vendin tonë, jo të vrasim njëri tjetrin, siç u vranë me qindra patriotë në Kosovë, vetëm se qenë të lidhjes demokratike ose të partisë demokratike. Kjo është absurd. Shashtu në Shqipëri, u vranë me qindra çuna,
Jo pse ti po përkra Berishën, jo pse ti po përkra Fatosnonën. Popull, vllazën, motra, njeks të programit të kronikës tonë Tulipani, ju bëj thirrje stopone këtë gjë. Stopone sepse Hazmi ketë po përgatit e ketë për e gjonë dobësim tonë në vendin tonë për të vrarë njëri tjetrin. Stop kësti krimi që po na gryen, stop. Partit janë për me bë konkurrencë kush mund të ndërtojnë vendin, jo kush mund të vjedhin. Partit janë me bë konkurrencë kush e nimon popullin më shumë dhe jo kush është typ më shumë. Partit janë ato që duhet të ndërtojnë vendin tonë të bojnë bashkimin kombëtar. Politika shqiptare duhet merret me seriozitet për bashkimin kombëtar, e trojet e veta mos këshyrin postin e vetë, sikur e këshyri Fatil Hoxha, Alver Hoxha, e na lanë të ndamë. Prandaj, popull, njerëz, kush ta ndëgjojnë këtë video, t'i bojnë thirrje veti, ta mendojnë thellë se ku po shkojmë me vrarë njëri tjetrin. Ju faleminderit, e Zoti ju bekoft e ju ndihmoft.